Nëse udhtoj pasi ka hyrë koha namazit dhe e fal atë gjatë udhëtimit, a më lejohet shkurtimi i tij? Po, lejohet shkurtimi i tij në këtë rast dhe ky është mendimi i shumicës së dietarëve. Kjo për faktin se gjykimi i shkurtimit ka lidhje me momentin e kryerjes së namazit dhe jo me momentin e hyrjes së tij. Nëse në momentin e kryerjes së namazit namazliu është udhëtar, atëherë do kryej namazin e udhëtarëve. E nëse në momentin e kryerjes së tij është vendali dhe rezident, do kryej namazin e rezidentëve dhe të vendalive. Dhe e njëjta gjë do ndikojë edhe tek meselja tjetër, kur hyn namazi gjatë udhëtimit dhe namazliu e vonon atë për ta fal pasi të mbarojë udhëtimi i tij. Ai pasi të mbarojë udhëtimi i tij nuk është më udhëtar dhe do fal namazin e vendalive, pra namaz pa shkurtim siç është në origjinë.